Do kërkoja mirëkuptimin tuaj në një ndryshim themelor midis 2005-2013 dhe këtyre viteve. 2005-2013 Shqipëria ishte një vend demokratik ku pluralizmi funksiononte dhe nuk kishte burgosje politike, ku zgjedhjet nuk ishin fars, por zgjedhjet u zhvilluan dhe në vitin 2009 dhe në 2013 zgjedhjet ishin standardeve ndërkombëtare, kurse sot Shqipëria është në një narkodiktaturë, në të cilën, siç thonë, 7 rezoluta ndërkombëtare, institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin. Sigurisht që ne do ngrihemi, dhe po ngrihemi, ne filluam betejën tonë, dhe kjo betejë nuk ka të ndalur, ju siguroj që nuk ka të ndalur, gjerë në përmbysjen e këtij regjimi. Kjo është betejë të themi të vërtetën për jetën ose vdekjen e opozitës së vërtetë. Një opozitë në narkodiktaturë nuk mund të qëndrojë si stoli e regjimit, ajo ka vetëm një mision për mbysjen e regjimit, i cili nuk iken me votë, e faktuar që nuk iken me votë. Leila Poro, gëzuar doktor, çfarë do bëhet me ato 300 apartamentet e Ballukut? A do paguajnë ndonjëherë këta apo ato që kanë bërë? Ju përshëndes. Ju falenderoj shumë për